Procesi votimit dhe numërimit në KZZ numër 78 të Bashkisë Këlcyr ka përfunduar me sukses pas një problematik të evidentuar. Sipas informacioneve zyrtare, të gjitha fazat e procesit, nga votimi, dorëzimi i kutive e deri tek numërimi votave, janë zhvilluar në mënyrë të rregullt dhe transparente. Në këtë zgjedhje në këtë bashki kanë marrë pjesë gjithsejt 3500 zgjedhës, të cilët kanë dhënë verdiktin e tyre për subjektet politike dhe kandidatët përfaqësues. Procesi numërimit votave ka nisur rreth orës 21:30 dhe ka përfunduar rreth orës 4 të mëngjesit. Mbas kësaj, KZZ-ja ka marrë një pushim rreth deri në orën 10 të mëngjesit dhe përsëri kemi filluar për votat e kandidatëve për numërim. Kjo gjë na ka zgjatur deri në orën 18 të mbasdites, ka përfunduar dhe numërimi i votave për kandidatët. Kemi bërë tabelat përkatëse, kemi marrë vendimet, i kemi skanuar në KQZ dhe jemi gati për transportin e kutive drejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Piro Dhima ka marrë 200 vota në KZZ-n 78 Bashkia Këlcyr, Anila Dimitri ka marrë 839 vota në Bashkinë Këlcyr, Shqyqyri Hysi ka marrë 28 vota në Bashkinë e Këlcyrës, Tërmet Peçi ka marrë 490 vota në Bashkinë e Këlcyrës. Partia Demokratike ka marrë për kandidat Mariglen Dervishi 75 vota, Bariam Hysa 537, Alma Kore 78 vota dhe Arben Ristani 159.